Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Miq të televizionit Arbëria, mirë se po takohemi edhe këtë vikend bashkë në emisionin tim për Tetë Regjimit. Do të flasim për ushtrinë qëllimtare të Kosovës, për atë kohë kur ajo ushtri doli në skenë e u njoh nga gjithë qytetarët, fshatarët e gjithë Kosova dhe jo vetëm. Por për më shumë do të flasim edhe për një libër nga zotëri Bardhyl Mahmuti, i cili është promovuar së fundit, quhet Ushtria Çlirimtare e Kosovës në shënjestër të vazhdueshme. E kam në dorë librin që na ka dhuruar me shumë respekt autori dhe përballë me e kam pashtu autorin sot në studio, me të cilin do të kemi një bisedë të këndshme realisht dhe i them me shumë kënaqësi mirë se vjen sot tek unë. Mirë se erdhe, zoti Bardhyl. Më së pari tregom çu jemi shëndet. Shumë mirë. Top, thuja po? Top form. Kam kohë ma shumë për veten time, se nga 1 marsi, edhe pse jam i lindur me 1 shkurt, nga 1 marsi i këtij viti kam dalë në pension. Nuk i kam ato obligime të punës që merrni një kohë 45 orë në javë të punës. Tani kam kohën që për kujdesem më shumë edhe për veti, po të kem kohë edhe më shumë të lexoj edhe të shkruaj. Sa mirë, edhe për vete realisht e meriton apo jo? Unë mendoj se çdo qenie njerëzore meriton të jetojë në mënyrë dinjitoze, çdo qenie njerëzore meriton të ketë kohën për vete. Unë kam bërë ato angazhime dhe sot jam i kënaqur që pas një pune e përmbyll një cikël të jetës dhe filloj atë ciklin e ri në cilën shpresoj që si të jem shëndosh e mirë, do të kem edhe rezultate të ofroj lexuesve edhe vepra të tjera. Sa mirë është këtu edhe me undi gjithherë me forcë, me undi gjithherë me energji, edhe pensionin. Unë nuk e di ç'është ndjenja me dalë në pension, por a ndihesh i vjetër i moshuar në këtë formë? A ndihesh i moshuar apo ndihesh më i pjekur? Çfarë ndjenje është pensionimi? Nëse flasim në aspektin shkencor, shpirti lind plak dhe parashikon me mia paragjykime. Duke i heq paragjykimet, shpirti rinohet. Edhe pse fiziku mund të vjetrohet, por në shpirt rinohesh, nëse i përkushton ngritjes intelektuale të vazhdueshme, se askush nuk mund të pretendojë se gjërat ndryshojnë dhe vetëm me një dinamik të vazhdueshme të kurreshtjes intelektuale çdo njeri mund të arrinojë shpirtin e vet, por nuk mund të arrinojë shpirtin tënd duke u mbyll në paragjykimet që i trashëgojmë nga e kaluara, nga rrethi shoqëror, nga rrethi familjar dhe kështu. Unë mendoj që ajo fazë që ka përcen në një moshë fizike që quhet pensionim për shkak të moshës, të hap rrugën të kesh kohë shumë më të madhe për të rrinuar shpirtërisht edhe për të ushqyer shpirtërisht veten me njohuritë më të reja, qoftë në lamit shkencore apo fushave shoqërore që t'interesojnë. Interesant ky shpjegim. Interesant, do thotë për neve që jemi rrugës, sepse këtë jemi rrugës për të hyrë në moshë, duhet shpirtërisht ndihemi më të rinuar apo jo? Shumë interesant shpjegimi që jep. Nëse punohet, të ushqej shpirtin me njohuritë që janë edhe para se të fillojmë emisionin, përmendet që te incizimet duhet të përditësohen, të bëhen përditësimi i shpirtit është shumë i rëndësishëm se sa i trupit. Sa mirë. Shikues të dashur, zoti Bardhyl është shumë aktiv edhe në ekranet e tjera dhe në tjera të çështje sa i përket edhe zhvillimeve politike, edhe të gjitha këto vlerësimeve, por sot do të flasim për këtë punë. Bardhyl apo jo? Nuk do të flasim për politikën, nuk do të flasim për këto gjëra sepse dita ditës po ndryshojnë. As vetë ata s'po dinë se çfarë do ndryshojnë, e lere më ne. Por do të flasim pikërisht për librin që është promovuar ditëve të fundit, urime për këtë vepër. E di që është angazhim shumë i madh. Ai 2 strofa me shkruaj njëri, 2 paragrafe të dal kohë angazhim, e lirë më gjithë këtë. Tregom sa ju ka marrë kohë dhe çka realisht me kënd keni
bashkëpunuar në këtë përmbyllje? Shif është një punë që në mendjen time nuk kam dash ta bëj. Nuk kam dash ta bëj për arsye se përshkruhen takimet diplomatike të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Për teleshikuesit të sqarojmë, kur unë jam përcaktuar të përfaqësoj politikisht ushtrinë shqiptare të Kosovës, kemi pasur rezoluta të Bashkimit Evropian, të Këshillit Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, të cilat aksionet çlirimtare i cilësonin si aksionet terroriste, që do të thotë se perceptimi i gabuar që kishte shpërnda propaganda serbe kishte zanë vend. Në takimet që kemi pas, takimin e parë me amerikanët, flitej domethënë se shqiptarët nuk dinë ta mbajnë fjalën. Po. Shqiptarët domethënë nuk janë njerëz që mbajnë fjalë. Po. Kjo ishte e rëndë të dëgjohet sepse përpara paraardhësit ton kanë arritë domethënë të kenë reputacionin e njerëzve që mban fjalën. Dhe besa ka qenë. Shqiptarët ishin shndruar në, siç u përdor një aspekt metaforik, në një shtëpi pa dyre, pa dritare, ku çdo gjë që thuhet brenda del për jashtë. Shumë vërtet. Edhe unë Po. Këtë ato takime që kam qenë, se kam qenë drejtues i grupit diplomatik të ushtrisë shqiptare të Kosovës, nuk kam dash t'i nxjerri vetëm e vetëm mos thuhet se, domethënë që edhe këtu dolën fjalët nga ato takime. Ka kaluar një qerek shekull nga ajo periudhë, edhe mendoj se për shkak të interpretimeve jo të sakta të disa aspekteve, e kemi patë domosdoshme të nxjerrim këtë libër, ku domethënë hapësirën e nevojshme ma ka dhënë epoka e re, drejtori i kësaj, edhe themeluesi i kësaj gazete Muhamet Mavraj, ndaj cilit kam një respekt të konsiderueshëm edhe si intelektual edhe si veprimtar i çështjes kombëtare, ma ka lënë mundësinë që të shpreh në tërësi atë që unë mendoj se është e rëndësishme që të dihet nga lexuesit që i intereson kjo temë. Nuk pretendoj se do ta lexojnë, kush ta lexojë që i intereson kjo temë, të gjej atë që të ketë. Pra është një çështje që unë e kam pas në shpirt edhe e kam ditë, koha e kësaj ka zgjat disa muaj dhe domethënë ka marrë formën e librit. Po. Dhe përveç shkrimeve, Zoti Bardhyli keni ilustruar shumë mirë edhe me fotografi. Realisht kemi ngjarje të ndryshme këtu të cilat kanë ndodhur. Unë kam pasur rastin të intervistoj shumë ish luftëtar të UÇK-s, të mbijetuar të luftës, gjitha këto, dhe shumë nga ato po i shoh edhe këtu në libër për shembull. Si ka qenë mënyra bashkëpunimit? Kush e ka realizuar në fakt këtë lloj interviste? Kim bashkëpunimi im me Muhamet Mavraj. Bashkëpunimi, domethënë, është pjesë e tij apo? Çështja e fotografive të sqarojmë lexuesit është çështje që ilustron kontekstin e tekstit. Po, kur flas për shembull për propagandën që është bërë kundër UÇK-s, se gjoja vret civil, un kam nxjerr fotografi në fotografi që janë policë të Serbisë të vrarë pa uniforma, që propaganda serbe i ka nxjerr në botë si gjoja civil. Po përkundër asaj janë detyruar pas një kohe të thonë që kanë qenë policë të stacionit policor të Prishtinës, që gjoja për në një aksion humanitar të çojnë ushqim policëve që luftojnë kundër terroristëve shqiptar janë vrarë. Domethënë pas kanë qenë në misionin humanitar të ushqejnë ata që bënin terror mbi popullsinë shqiptare. Domethënë këtu është ilustruar sepse çështja e vrasjes së civilëve ka qenë një çështje që ashtru në diskutimet e para që kemi pas me diplomatët amerikanë dhe me diplomatët e huaj. Pastaj ilustrimet e ndryshme që janë për civilëve të vrarë shqiptar janë ilustrime që nxjerrin në shesh fakte të pakontestueshme se në librat e ashtu quajtura të bardhë që kishin për qëllim të nxinin shqiptarët dhe ushtrinë shqiptare të Kosovës, figurojnë emrat e njerëzve që
i ka vra shërbimi sekret i Serbisë, forcat speciale Serbisë, forcat policore dhe ushtarake dhe ua kanë vesh ushtrisë shqiptare të Kosovës. Janë rastet që i ilustroj me Femi Agani, rastet e tjera. I kum pa këto pesha Bardhyl edhe një tekst të kohës ditore që është butu më herët, që kishte thënë atëherë Beogradi ka 10 ditë për lirimin e 9 ushtarëve shqiptarë. Për kënd konkretisht e keni pasur fjalë? Kanë qenë në atë kohë të arrestuar 9 ushtarë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, të cilët kanë bë përpjekje për të futur armatimin në Kosovë. Është çështja pas asaj tragjedisë madhe kur ndodhte vratë dhe Muj Krasniqi, këtë ajo dhimbje e madhe me 14 dhjetor të 98-shës. Në atë kohë janë zanë ropë ushtarët, edhe ushtarë sërbë, që kemi zanë ropë. Kanë kërku të lirojmë ushtarët sërbë, ne kemi vënu si kusht lirimin e ushtarët. Nëse i lironi këtë pjesën tonë, po. Ka qenë, edhe kjo ka pas një vlerë të rëndësishme për dy çështje, sepse është bë lirimi i të dy palëve, që njihen si parë ndërluftuese, dhe çështja e dytë që është me vlerë, ushtarët serb kanë deklaruar publikisht jashtënesh, jo në praninë e ushtarëve të UÇK-s, se gjatë gjithë mbajtjes së tyre nga forcat e armatosura të ushtrisë shqiptare të Kosovës, asnjë formë maltretimi, as fizik, as psikologjik nuk kanë përjetuar. Që është një dëshmi shumë e fuqishme se njerëzit, domethënë kanë luftëtarët e lirisë kanë respektuar normat ndërkombëtare se si duhet të sillemi edhe ndaj ushtarëve, se lere më ndaj civilëve. Kjo është një dëshmi se ushtria shqiptare e Kosovës ka bërë një luftë vërtet të pastër, një luftë çlirimtare dhe nuk ka qenë implikuar në fotografi që ishte këtu në këtë faqe, pikërisht që aty janë ato dy policët, dy policët, fotografia e të cilëve ka qarkullu në përbotë, se gjoja janë civil. Ne kemi sqaruar se të gjitha aparatet represive në botë, kudo qofshin, përbëhen nga njerëz me uniform dhe njerëz pa uniform. Këta janë të pa uniformuar, po janë pjesëtar të aparateve represive të okupatorëve serb në Kosovë. Dhe keni dëshmuar që edhe në mënyrë civile kështu shpjegohej, që pa uniform, po civil kanë qenë në këtë. Veshja civile, domethënë, nuk e nxjerr nga përgjithësia se ka qenë në një strukturë, në zinxhirin e asaj strukture që ka bë krime kundër shqiptarëve në Kosovë. Po, puna atyre ka qenë kjo, që të bëjmë krime, por që me ose pa uniform. Në këtë aspekt keni dashur ta shpjegoni. Edhe të gjithë, sikur pjesëtarët e aparateve represive serbe kishin qenë pa uniforma, me pas mujt bashkë të gjithë do t'i kishin vrarë, sepse ata nuk kanë ardhur këtu për misione humanitare, por kanë ardhur në funksion të strategjisë që të kryen gjenocidin e shqiptarëve në Kosovë. Sa është e vështirë, zoti Bardhyl, që ti jeni përcaktuar që ta udhëheqni këtë pjesën e UÇK-s, sa ka qenë sfiduese duke e ditë formimin, daljen në skenë të UÇK-s, sfidat mandej, gjitha këto edhe në sy të Evropës, të botës, gjithandej. Nganjëherë nuk është vetëm ta marrësh armën dhe të dilsh në front, por kjo pjesa udhëheqjes edhe gjitha këto vlerësimeve është shumë duhet të shihen të gërshetuara njëra me tjetrën. Ushtria shqiptare e Kosovës ka dalë në skenë më së pari përmes aksioneve. Ka vrarë pjesëtar të pastaj përmes komunikatave, ka marrë përsipër thotë unë e vrava. Pastaj domethënë ka dalë edhe në tubim thotë ne jemi ata që bëjmë, domethënë vjen këto. Një gjë ta dinë të gjithë, se unë janë ftuar të takohemi me diplomatët, kanë shprehë interesim diplomatët amerikanë, europian, që të më takojnë. Jo se kam qenë politolog, e kam thënë edhe atë ditë që përurova librin, unë jam një kuadër që ka përfunduar në Evropë studimet, po kërkush sa për që kam përfunduar studimet nuk do të më kishë thirrë, ato mund të më thirrin në për simpoziume shkencore. Po këtu më kanë thirrë falas e pushke që
ka kris fal luftëtarëve të lirisë, që fatkeqësisht shumicën e cilëve emrat u ka mësu kur janë vrarë. Bardhyli ka qenë edhe në për gazeta, edhe ka qenë edhe në për televizion, e kanë njoftë. Po, unë jam më mirë njohës që ma është dhënë mundësia të përfaqësoj politikisht atë pushkë çlirimtare. Dhe u jam gjithnjë mirë njohës edhe me përkushtim të gjithë atyre të rënëve për lirinë e Kosovës, se mbi gjakun e tyre është ndërtu pavarësia e shtetit, por njëjtën kohë një respekt i veçantë për çdo luftëtar lirie që është i gjallë, sepse e kam përsërit disa herë, ata që nuk respektojnë të gjallit e kanë të rrejshme, falso, edhe respektimin që kur shkojnë të bëjnë të përmendoret e luftëtarëve të rënë. Është një çështje, është një kapitull më i lavdishmi i shekullit të kaluar, që e përmbyllëm, e korrorizuam me çlirimin e Kosovës. Dhe ai kapitull është mbyll, Bardhyli në qoftë se ban ndonjë gabim të mëvonshëm, ban përgjegjësi individuale si Bardhyl, dhe nuk mundesh ti të nxjerrësh konkluzione se Bardhyli bëri këtë dhe ja çka kanë bën ushtarët e UÇK-s. Ushtarët e UÇK-s kanë kryer misionin në mënyrë të përkryer me përfundimin e luftës. Çdo njeri, eventualisht nëse ka bën ndonjë shkelje, ai është përgjegjës për vetveten, për veprën që ka bën. Ndërsa çështja edhe nëse bën ndonjë vepër të keqe, ati nuk duhet i mohohet se në kontekstet saktuara historike, ku, si thot populli i Kosovës, numrohej pasuli kokër për kokre, ai ka dalë në një raport forcash disimetrike dhe të pabarabarta të luftoj për çlirimin e vendit. Ai meriton respektin, edhe nëse bën ndonjë gabim të mëvonshëm. Prandaj mos t'i ngatrojmë gjërat. Në shkencat politike thuhet, domethënë, nuk luhet poker me rregulla të brigjit. Secila fushë ka rregullat specifike, ka përcimi nga një fushë në fushën tjetër, bart me vërtet përgjegjësitë atij që me vetë dije ndron fushat, po në asnjë rast nuk mund të implikojë rrethin edhe uniformën që ka pas, amblemën e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ato çështje duhet të mbesin të shenjta për çdo shqiptar që ka ndjenjë kombëtare, dhe çdo shqiptar duhet të respektojë kontributin e çdo njeriu që ka dhënë gjatë luftës shqiptare. Me mbylljen e kapitullit, pastaj janë çështjet e perceptimeve edhe orientimeve, qofshin ideologjike, politike, personale, se sot ushtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës kene për të gjitha forcat politike të shpërndara, edhe të gjithë edhe jashtë forcave politike që nuk marrin pjesë në atë hapësirën partijake, por çdo njeri meriton respektin për atë periudhë që ka mbyll. A do duhet të formojë gjykata speciale, të themelojë në fakt? Unë kam qenë kategorikisht kundër, dhe para se të themelohej gjykata, para se të votohej në Parlamentin e Kosovës, unë votova librin Mashtrimi i Madh, ku e nxjerrim në tërësi, domethënë, këtë konstruksionin mediatik që është mashtru bota rreth këtë luftës Kosovës, rreth ushtrisë shqiptare të Kosovës, rreth trafikimit të organeve, çdo gjë e kanë nxjerrë se është sajes e shërbimit sekret serb. Para se të votohej, jam drejtuar të gjithë deputetëve përmes një letre publike. Letra publike është botuar në për shumicën e medjave elektronike në atë kohë, po u kam dërgu edhe personalisht në para emailët individuale të deputetëve të Kuvendit të Kosovës që të mos votohet, sepse nga analizat që i kam bërë atë kohë, edhe kam pas bindjen profesionale timen se nuk mund të ketë drejtësi nga një institucion i krijuar mbi bazat politike. Orientimet ideologjike dhe politike përcaktuan, domethënë, çështjen e krijimit kësaj gjykate, domethënë kam qenë kundër të gjitha atyre pretendimeve se duhet ta zbardhim UÇK-n për atë që përflitet edhe që i mvishet. UÇK-ja ka qenë ajo pjesë që tash më e lavdishme dhe nuk ka nevojë të zbardhet përmes një gjykate të tillë. Nuk ka nevojë të ndriçohet përmes një gjykate të tillë. Gjykatat kërkundën në botë dhe rrjedhimisht as kjo gjykat nuk mund të krijohej për të ditë a e ka bën këtë krim filan fisteku apo nuk e ka bën. Gjykatat krijohen për të dënuar përgjegjësit e krimeve që janë.
Këtu janë vra me mija gra, fëmijë, shqiptarë të moshave të ndryshme, të dy gjinive, edhe, dhe më thanë, këtu duhet të ndryqohet kjo. Krijohet gjykata, edhe në qoftë se gjindet kush e ka vra, duhet të dënohet për përgjithësinë që ka bërë. Po jo të hetohen, jo të mirë në hetim. Jo këtu duhet të ishte e hapur të gjinden njerëzit kush e ka vra profesor Femia Agani, supozoj, civil, ka qenë profesor, intelektual, njëri nga figurat më të rëndësishme politike të periudhës 90-ta, sepse dihet me emën edhe mbi emën, që i citoj edhe në libër, janë policët që e kanë vra, që kanë dalë në gjyq, i kanë nxjerrë në gjyq dhe Danica Marinkovići, gjyqtarja hetuese e Miloševićit, që e ka qenë dora e gjatë e Miloševićit në Kosovë, i liroi nga këtë akuzë se kanë kry punën e vete. Kanë kry punën e vete praktikisht. Por ne, duke i lënë në heshtje këto gjëra, Femia Agani figuron në listën e civilëve të vrarë nga UÇK-ja, që e ka shpërnda Beogradi në disa gjuhë botnore edhe në librat. Të gjithë e dim ne këtu se avokatin Bajram Kelmendin e kanë vra bashkë me djemtë e vetë forcat sërbe, kanë hyje, kanë marrë në shtëpi, edhe zonja në ekipe Kelmendi e njëra. Ajo ka dëshmuar, këtë e dinë me thanët. Bajram Krasniki, me dy djemtë e vetë, ka qenë, në më thanë, në këtë Bajram Kelmendi. Kelmendi, po, e kuptuamës. Me të dy djemtë e vetë figuron në listën e civilëve të vrarë nga UÇK-ja, Beogradi shpërndan. Kërkush nuk mund ta di kush është Bajram Kelmendi, një gjermana, një zviceran atje që e lexon, kush është Femia Agani, se nuk thot profesora, vetëm emrin Femia, shif kanë vrarë shqiptar, kanë vrarë. Është në listën e të vranëve një shok i imi, Gafur Loku, i cili ka qenë i dënuar 2 herë nga shteti Jugoslav dhe është vra bashkë me djalin e vetë, një veprimtar, një adetar i shquar, edhe ai figuron në listën e civilëve të vrarë. Janë lista që janë shpërndarë në botë, duke thënë se i ka vrarë ushtria shqiptare e Kosovës. Është dashur të hedhë dhe dritë mbi të gjitha këto krime që kanë bërë serbët dhe që u atribuojnë ushtrisë shqiptare të Kosovës. Rasti Panda është rasti më eklatant që është bërë, domethënë, në funksion, pas 15 vitesh vetë pranuan se e ka bërë shërbimi sekret i Serbisë në funksion që të njolloset ushtria shqiptare e Kosovës si organizatë terroriste dhe se ka pas 2 funksione dhe të nxitet lufta anti shqiptare, dhe më thanë të nxitet urrejtja anti-shqiptare, që të mobilizohen të gjithë të vinë në luftë për të bërë krime kundër shqiptarëve. Kanë pas funksione të tilla, ne jemi mundu të ndriçojmë këto çështje, sa do të arrijmë të shpërndajmë në përbot, nuk e di, po është me rëndësi që duhet të ndriçojmë këto gjë. Fatkeqësisht, pre e kësaj propagande serbe bin edhe shqiptarë të pa informuar që nuk i lexojnë të vërtetat për se si që ka ndodhur në ngjarjet, kush qëndron brenda këtij sajesave, të mirën listat që figurojnë në libra të ndryshëm, botime të ndryshme të asaj që quhet libri i bardhë. Pastaj është një pjesë shumë e rëndësishme që e kam zhveshur te lista te këto lista që del kundërthënie pa të i kalushme, domethënë, që kërkush të në përbija atë gjë, se përpara në kohën e regjimit të Miloševićit, në listën e policëve të vrarë nga terroristët e UÇK-s, janë emna, ata policë të vrarë nga UÇK-ja në vitin pas ramjes së Miloševićit, transferohen në listën e civilëve të vrarë, hiqen nga kjo listë, ushtarët e vrarë, hiqen nga lista vehet në listën e civilëve të vrarë. Ato thojza që quhen paramilitar, sepse paramilitar nuk ka pas në Kosovë, sepse termi paramilitar është një term më negativi që ekziston në funksion të shfaqësimit të shtetit të Serbisë. Domethënë, ato kategoria paramilitarëve nuk ekziston në listën e të vrarëve, po të gjithë ata pjesëtar, domethënë me uniforma të ndryshme apo edhe pa uniforma, po që kanë qenë në një zinxhir komandues të forcave të armatosura, që kanë qenë pjesë
e strukturave e organeve formale të aparateve represive sërbe, nuk figurojnë. Të gjithë të vrarët që janë bë, asnjë paramilitar në thojza, nuk figuron në këto listat të civilëve të vrarë. Të gjitha emrat e sërbëve që figurojnë janë pjesëtar të tyre. Pastaj kemi janë bë pleq, asnjë plak nuk ka vdek, gjatë asaj periudhe nga vdekja natyrore, ka vrarë ushtria shqiptare e Kosovës. Ban lista e pleqëve, gjoja ka vrarë ushtria shqiptare. Janë manipulime të rangut të ullët, po fatkeqësisht kanë zënë pesh, duke mos qenë ne aktiv edhe ti demantojmë të nxjerrim të vërtetën. Zoti Bardoli, me që keni qenë gjithar pjesë e këtij zhvillimi konkret, dhe gjitha çka ka të bëj i përmendet deri më tani, po tregom ku e shihni të ardhmen mes të dyshuarve, të gjykuarve në fakt këtë rast, ende nuk janë gjykuar, po të Hashim Thaçit, Kadri Veselit, zotit Jakopi, gjitha këtyre. Ku e shihni të ardhmen, çka jo më mendë që mund të rrjedhin përfundimet? Shif, këtu duhet të ndajmë dy gjëra. E kemi prokurorinë në kuadër të asaj që e quajmë gjykatë speciale, të dhomat e specializuara që janë. E kemi prokurorinë që kanë ngrit akuzë, jo vetëm kundër këtyre. Por në akt akuzë janë të përfshirë të gjithë, pa përjashtim të gjithë shqiptarët që kanë kundërshtuar Serbinë. Nëse e lexoni atë pjesë publike, se nuk është bërë në stadium, nuk është bërë akt akuza komplet publike, vetëm në atë pjesën që është publike edhe në faqen e internetit të dhomave të specializuara, do të shohish se çdo antar i shtabit përgjithshëm, çdo antar të shtabeve të zonave operative, çdo antar të njësit, deri të njësitë, çdo ushtar i ushtrisë shqiptare të Kosovës, edhe nga një anë. Pastaj qeveria e përkohshme, ministra, zëvendës ministra, drejtor, deri te administrata në poshtë, të gjithë që nuk kanë qenë pjesë e Serbisë e që kanë kundërshtuar Serbinë, janë pjesë e ndërmarrjes kriminale të përbashkët që e kanë saju këtë nocion për të na diskredituar në mënyrë më të keqe të mundshme, ndërsa ata që kanë ndihmuar në forma tjera që s'kan qenë as në UÇK, as në strukturat e qeverisë së përkohshme, janë instrumente të ndërmarrjes kriminale të përbashkët. Do të thënë, çdo njeri që ka kundërshtuar Serbinë hyn në njënën ose antar i ndërmarrjes kriminale të përbashkët ose instrument i kësaj ndërmarrje. Pra, në mënyrë të qartë shihet se nuk janë vënë në bank të akuzës vetëm këta udhëheqës politik të ushtrisë shqiptare të Kosovës, por në bank të akuzës është vënë lufta çlirimtare e Kosovës. Unë mbes me shpresë që gjyqtarët që duhet të ndajnë në drejtësinë nuk do të binë në grack të sajesave që ka bërë shërbimi sekret për ta dënuar luftën shërbimi sekret i Serbisë për ta dënuar luftën çlirimtare të Kosovës. Këtu është, domethënë, ajo çështje, çdo njeri që tenton ta kufizoj procesin vetëm në ata persona e ka gabim, sepse nuk e ka lexuar përmbajtjen reale të aktit të akuzës kundër luftës son çlirimtare. Dhe ka divergjenca politike, pa ai njeri që i gëzohet mbajtjes së shqiptarëve atje, apo që kanë shkuar të dëshmojnë atje, domethënë kanë bërë punën e atyre që duan ta luftojnë luftën çlirimtare të Kosovës. Dhe dënimi i luftës çlirimtare të Kosovës mund të krijojë kontekste aq të rrezikshme për ardhmërinë e këtij vendi, sa askush nuk mund ta parashikoje sot. Po i kthehem në mënyrë të qëllimshme një ngjarje që ka ndodhur kur u themelu, domethënë, shteti i Kosovës, pavarësia e Kosovës. Ishte projekti plani i Ahtisarit që u shtru në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Edhe në atë debat që patëm, të gjithë përfaqësuesit që mbështesnin pavarësinë e Kosovës, të shteteve që mbështesnin pavarësinë e Kosovës, merrnin një fakt, se Serbia ka kryer krime aq monstruoze në Kosovë që nuk mund të imagjinohet jetë e përbashkët.
një numër të këtyre diskutimeve i kam botuar në vitin 2015 në librin Mashtrimi i Madh, kush dëshon në gjuhën shqipe, sa edhe në gjuhën angleze dhe në gjuhën frënjë librin, në gjuhën shqipe ti shohe. I ke referencat nga ato seansa të Këshillit Sigurimit, çdo njeriu që i intereson të dëgjoje dhe të lexoje në tërësi këtë debatin që është bë dhe cili ka qenë argumenti mbi të cilën është mbështet domosdoshmëria e krijimit të shtetit pavarur të Kosovës, do ta shohë se krimi. Nëse UÇK-ja, lufta jonë pas ka qenë ndërmarrje kriminale e përbashkët, praktikisht tentohet të barazohen krimet edhe nuk e përjashtoj mundësinë që në kodë, hajde thot me këto bisedime që duken si kur loj ping-pongi, unë thonë, hajde t'i hapim edhe njëherë se edhe këta kanë bë krime, ju pas ki bë krime, edhe keni pas dhjetë kush ka bë ma shumë, e të përmbyset çdo gjë. Unë kam qenë në vazhdimsi kundër kësaj, se jo që nuk jam i interesuar të nga një drejtësia për çdo njeri të vrarë, po të krijohet domethënë një institucion që do t'i përndjek kriminalët e vërtet, po jo duke marrë njerëz të pafajshëm dhe duke e vënë në bank të akuzës këtë luftën çlirimtare të popullit shqiptar. Të gjithë ata që kanë ndihmuar kundër Serbisë, është një gjykat që është krijuar me urdhër të Serbisë, me iniciativë të Serbisë dhe Rusisë, dhe në fund domethënë edhe landët, provat që quhen, janë dhanë, domethënë, për Serbisë. Është Milovan Dreçun, i cili njeri i shërbimit sekret, edhe baba në ka pas të Kosit, i cili si gazetar ka qenë gjatë gjithë kohës gazetar i ushtaraki, që është ushtaraki në radio-televizionin e Serbisë në kohën e Miloševićit, edhe është gazetari, më thojza, i vetëm që është dekoru nga Pavkovići, generali Pavković, ai i cili për krimet në Kosovë është dënuar nga gjykata ndërkombëtare, gjykata penale ndërkombëtare për ish Jugosllavinë, është dënuar në Hagë. Më thënë, ai ka të vetmin gazetar që ka dekoru për shkak të gënjeshtërave të mëdha që ka shpënar, dhe ai del në televizor tregon në mënyrë të haptë se prokurorët e dhomave të specializuara as nuk kanë ditë si t'i ndjekin shqiptarët. Thot, unë i kam mësu, thot se si duhet t'i ndjekin shqiptarët. Dhe për këtë atë kontribut që ka dhënë ky për mi mësu prokurorët si duhet të ndjekin shqiptarët, është dekoru dhe ka marrë mirënjohje dhe këtë mirënjohjen për me e përforcu ashtu e ka marrë mirënjohjen me dorë shkrim. Nga krye prokurori i dhomave të specializuara. Këto çështje duhet t'i dihet çdo shqiptar dhe aplaudimin që ju kanë bërë disa dëshmitar kësaj gjykate, duhet ta dinë se kanë aplaudu për tragjedinë e popullit shqiptar, sepse të dënohet lufta shqiptare godet çdo njeri, përdhos të gjitha viktimat shqiptare të vrara, gjatë zbatimit të gjenocidit në Kosovë, dhe vërtet jemi në një situatë tepër të rëndë. Të kalojmë pak te çështja personale, private në fakt. Zoti Bardhyl, ju jeni një tetovar, Alesh, keni lind Tetov, edhe që shumë vite keni ardhur në Kosovë. Çka ju lidh? A keni ndjesin edhe këtë çështjen e hulumtimeve politike me shqiptarët në Maqedoni, për shembull? Ju jeni dhënë shumë nga ana e UÇK-s, gjitha këto, por sa jeni të lidhur emocionalisht me shqiptarët atje? Është çështja, unë jam i lindur në Tetov. Tetova, para një shekulli, pak më shumë se një shekull, ka qenë 42 kilometre, edhe është sot e kësaj dite 42 kilometre nga Shkupi, nga kryeqyteti i Kosovës. Ta marrë territore shqiptare në periudhën e perandorisë otomane kanë qenë ndarë në 4 njësi administrative, njësia administrative e asaj që është quajtur vilajeti i Kosovës, kryeqendër administrative ka pas Shkupi. Kemi qenë të gjithë Kosovarë. Na kanë da dhe thot ju të Maqedonisë, ju të shash edhe Luginës do t'i qujmë ju të Serbisë apo ato tjerët, e kemi nda, pranojmë ndarjen që na kanë bë arbitrare, edhe i pranojmë kufijt si pjesë të patjetërsueshme gjëja tonët, edhe të identifikojmë në përputhje me kufijt që na kanë da shpirtin tonë kombëtar dhe qenjen tonë kombëtare. Unë kam lind në Tetov
edhe unë gjithmonë jam konsideruar si shqiptar, pa marrë parazysh, kam konsideruar shqiptar të gjithë. Kam marrë si 12 vjeçar në vitin 1972 në Prishtinë, edhe këtu dhe më thanë, për mu kam qenë mesinë shqiptare, gjithë kundë kur kam shku. Edhe në 81 kur jam Burgos, kem qenë në Përburgje, edhe në Përburgje jemi taku si shqiptar, që kemi qenë të ndarë në organizata ndryshme për shkak se në atë kohë është vepru fsheftazi dhe nuk ke mund të bësh një organizim kundër shtetit në mënyrë të hapë si që bëhet sot i ke gjitha të drejta të organizosh nëse të vinë njerëzit për atër adash njerëzit e besueshëm në rreth e më të ngushta edhe të ecim rreth realizimit të aspiratave tona kombëtare të bashkohemi të gjithë. Prandaj unë gjithkund ku shkoj e shoh veten shqiptar. Në Burg kam pas për shembull Halil Selimin që ka qenë prej Presheve, pastaj ka qenë Xhevat Ademi bashkë Petetove, ka qenë Sherif Krasniqin e Mehmet Krasniqin e kam pas, Mehmet Bislimin e kam pas në dhomë, njëri prej Negrovsit, tjetri prej Prekazit, e kam pas, domethënë Nohim Muhadrin ka qenë prej Damjanit atje. Pe Gjilanit e kam pas Feta Shemsiun, vllaun e herojt kombit Zia Shemsiun, në dhonë, Afrimi Shqitin e kam pas në dhonë, herojnë e kombit Afrimi Ramadan Avdiun pe Prishtine, kemi qenë të ndarë gjithkund, edhe pasi kemi dalë pe Burgut, kemi vazhduar bashkë me Halil Selimin e me Fadil Vatan, herojnë e kombit Fadil Vatan e me Ramadan Avdiun, me shok gjithka që kanë qenë, nuk e kemi pa asnjëherë veten pe nga jeti, domethënë pe nga jeti, po unë jam shqiptar dhe do angazhohem edhe betimi yll ka qenë do të angazhohemi për realizimin e drejtave tona kombëtare. Më thënë gjithkund. Samir, ju kam bajt kjo frymë. Çdo shqiptar ku do qoftë që përjeton padrejtësi, më thënë unë e përjetoj njësoj. Qoftë pe Prishtinë, qoftë pe Tetove, pe Dreniceve. Unë nuk jam as i Prekazit, nuk jam as i Poklekut. S'keni kësindore territoriale, apo jo? Unë e një dhimjen time, po të thëmë, ndoshta edhe ma fort se shumë kush jenë pe Poklekove, pe Prekazje, pe Qirezje, pe Obria, apo pe gjithka, domethënë, gjithka ku ka ndodhë, kam dhimje për çdo viktim, për çdo njerëz, kam dhimje të madhe për çdo hero, për çdo dëshmor që ka ra për lirinë e këtij vendi, se në tërësi jemi, domethënë, pasojë e një politike gjenocidale që është ushtruar në mënyrë ciklike disa herë ndaj shqiptarëve. Prandaj, domethënë, për ta sintetizuar përgjigjen rreth asaj pyetje, në Tetov, në Prishtinë apo Gjetiu, unë jam për ju. Samir. E ndjen vetën shqiptar ku do që shkon dhe nuk keni kësindare territoriale. Mi tregot për fund, zoti Bartol, planet rreth librit, rreth publikimeve, çka kemi diçka? Kemi diçka që doni, përveç librit që i keni publiku kohëve të fundit? Jam në disa projekte, domethënë që mendoj, një projekt që e kam ngadalësu se ka pas të dalë me 15 janar në ditën e gjenocidit që është banë në Kosovë, po i kam botu 46 vazhdime në faqen e internetit të gjenocidit në Kosovë, Plagë e hapur, që është faqja e qendrës tonë që ka për synim të sensibilizoj opinionin publik ndërkombëtar për atë që ka ndodhur në Kosovë. Ai si libër do të dalë, do jetë domethënë krimi i gjenocidit, aspekte teorike dhe studime rastesh. Jam duke pritur edhe një libër me kumtesa, të shoh edhe aty sepse dëshiroj të jetë një libër i përmbyllur për këtë çështje në aspektin teorik. Kam edhe disa projekte tjera, domethënë, qoftë artistike, qoftë në lamin e politologjisë, domethënë, ti bëj të shoh. Po, si ta kem shëndetin, shpresoj që do të realizoj disa projekte, ti përmbylli ata që kam brenda meje. Është një ndër romanët që mendoj të botoj për rastin e tragjedisë që ka ndodhur në ndërkrimet më monstruoze që ka ndodhur në Poklek të vjetër të familja Muçolli. Zoti Fadel, aty mendoj gjithashtu edhe një projekt tjetër, domethënë, për Ndugagjin që ka ndodhur atje. I kam disa projekte në aspektin letrar flas, plus është një roman tjetër që
kam punu jashtëzakonisht shumë rreth filozofit Giordano Bruno, i cili është kam pas, po nuk do të mund ta botoj vitin ashëm, dëshiroj ta botoj në një datë 17 shkurt, 17 shkurt, jo pse është pavarësia e Kosovës, po 17 shkurt 1600 viti rrumbullak, Giordano Bruno, që ka qenë njeriu më i mençëm i shekullit 16, domethënë është filozofi që ka ndikuar jashtëzakonisht qoftë në rrafshin e shkencës matematike, se Leibniz merr teorinë e numrave infinitiv të vogël për Giordano Bruno dhe e zhvillon edhe më tepër apo te çështja e konceptimit hapësirës si hapësirë paskajshme dhe pafundshme, domethënë që del nga ajo suaze asaj trashëgimie religjioze që ka pasur, ka qenë religjios, ka qenë në atë dominikan, ka qenë në urdhrin dominikan, ka qenë të predikuesve dominikan dhe pastaj braktiset, edhe pas 8 vjet inkuzicioni që në përburgjet e inkuzicioni ai ekzekutohet, domethënë atë fushën e luleve në Rom, Campi dei Fiori, ku grumëllojnë njerëzit jo për me një erën e luleve, por përkundrazi, domethënë për të pa tymin e Giordano Brunos që shpërndata. Kam një numër, si ta kem shëndetin, do të nxjerrin një numër veprash, domethënë, para ata që dëshirojnë të lexojnë. Sa mirë, i pandalshëm. Ndërsa në aktivitetin politik, domethënë, jam i angazhuar shumë, së bashku me Adnan Aslanin, me Agush Bujën, me Ramadan Avdiun e shokët e tjerë, domethënë, për sensibilizimin e opinionit ndërkombëtar për çështjen e gjenocidit që vërtet nuk bën të harrohet. Nuk bën të harrohet sepse jemi një popull që po i harrojmë disa herë, edhe vetëm gjatë 2 shekujve të fundit kemi përjetuar 6 gjenocide për Serbisë. Vetëm e këta. Interesant, gjithë kjo angazhimi ju edhe politik, edhe ka ana e shkrimeve, autorësisë, krejt, unë uroj që të realizohen gjitha këto. I pandalshëm, nuk jeni tu plak, nuk jeni tu dalë në penzion, po të e ditë këtë angazhimin e juj, sepse këto hetimet rreth luftës, masakra, gjitha këto janë tepër të randa edhe emocionalisht të mamut. Janë të randa, për në qoftë se nuk i trajtojmë si duhet, do na përsëriten për herë. Nuk mund dikush të është e randë, unë se ne dëgjoj, është e randë, nuk mund ta lexoj. Po sërzilë nëse e lanë dhe smirash. Këtu duhet çdo njeri ta dihet çka ka ndodhur. Dhe duke e ditë çka ka ndodhur, ne e përjetësojmë që mos të harrohet, se vërtet ai që harron, ai, domethënë, krijon lën mundësinë për të përsëritur. Këtë logo të gjenocidit që e ka dizajnuar me përkushtrim advetar të jashtëzakonshëm Adnan Aslani, veprimtari çështjes kombëtare, i njëjti Adnan që ka dizajnuar edhe logon e ushtrisë shqiptare të Kosovës, paraqet 4 petale të 4 akseve kriminale, të 4 formave të gjenocidit që janë zbatuar në Kosovë. Vrasja, njëna petale është vrasja e të gjithë shqiptarëve, të gjitha moshave dhe 2 gjinive. E kemi petalen tjetër, dhuna seksuale ndaj burrave dhe grave që është ushtru për ta shkatru integritetin psikik dhe fizik të qenjes shqiptare, të njeriu shqiptar si të tillë. Kemi dëbimin që është bë të dhunshëm të një pjesë, domethënë se një pjesë ta ka vrarë, një pjesë ta ka përdhunuar seksualisht, një pjesë të madhe ta ka dëbuar dhe shkatrimin e çdo gjë që lidhet me identitetin kombëtar, etnik, kulturor, historik dhe fetar të shqiptarëve. Brenda këtyre këto të zezat nuk janë kokrizat e lulekuqes, janë figurinat e burrave dhe grave, të vajzave dhe djemve që janë viktima të gjenocidit që ka kryer Serbia në Kosovë. Dhe kush e haron këtë, është vërtet një fatkeqësi e turp i qoftë, sepse duke e harruar ne lam rrugët e hapura që të na përsëriten. Ne jemi duke bërë përpjekje që të mos lehet në harres, po është obligim i çdo njerit vërtet që të dëgjoje rrëfimet e randa, që t'i lexoje rrëfimet e randa, sepse duke i lexuar, duke ai më shron dhe me dijet e plot, duke di se çka ka ndodhur, do të marrë masat e nevojshme që të mos lejoj përsëritjen e tyre. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Po e mban në telefon këtë
këtë logo ju çdo herë me siguri. E kom edhe në zemër. Edhe në zemër, apo jo, faleminderit shumë, zotri Mahmut. Edhe zoti Bardhyl në fakt, sepse në fillim më tha që mos më cilësoni zotri, po më thuani në emër, kështu që po i them Bardhyl. Unë mendoj që e kam emrin e bukur Bardhyl. Shumë i mirë emri. Edhe uroj ta mbash gjatë, edhe ta kesh shëndetin e mirë. Një emër që për mbi 2500 vjet të ilirët e po shumë e vërtetë. Është një emër që identifikon si shqiptar. Faleminderit edhe për gjitha këto shpjegime në këtë kohën, unë uroj që ta kesh shëndetin në këtë pjesën kur keni dalë në penzion, po definitivisht s'po ndaleni edhe uroj që të keni gjithçka të mbarë në këto planet që i keni, që janë më së pari në interes të Kosovës realisht. Faleminderit. Shikues të dashur, patëm një bisedë të këndshme në fakt me figurën që ishte shumë e rëndësishme në shumë periudha të ndryshme të Kosovës, të shqiptarëve realisht kudo që janë. Dhe intervistën e sotme, nëse nuk keni arritur ta dëgjoni që nga fillimi për shkaqe të ndryshme, mund ta gjeni në kanalin ton YouTube në Arbëria, në televizionin Arbëria dhe po ashtu në Facebook. Deri vikendi që vjen, mirëmbëjtje dhe do të shihemi prapë. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.